qasje prej kur jeni bërë bashkë në këtë komunë. Një qasje është që keni bërë mirë që jeni bërë bashkë për ta fuqizuar edhe peshën politike. Tjetra qasje është s'ka pas nevojë, edhe pse shqiptarët janë komunitet pakic në këtë komunë, është dashur tjetë kjo demokracia që vendos për secilin subjekt. Çu shi përgjigjeni kësaj të dytës? Unë besoj që po të garanin 4 parti shqiptare aty do të ishte me të vërtetë e tepërt. Dhe numri jo shumë i madh i votuesve, këtë rast shqiptar, pastaj do të krijonte ose edhe numër edhe i madh tash që e përmendëm kanë ndryshuar, mund të krijohesh një përplasje dhe në këtë rast nuk do të fitonim atë që po kërkojmë tash. Pra, ne kërkojmë shumë më shumë, por kërkojmë kryetarin, po të ndoshim në 4 parti, kryetarin nuk do të mundim të aspironi. Kjo është realiteti dhe e mira e kësaj është që ne jemi bashkë edhe ne synojmë edhe votat e komuniteteve të tjera siç e thash më herët. E thatë që aspironi tjeni në krye të komunës. Realisht dhe praktikisht, ashtë e mundur kjo në një komunë me shumit serbe? Po, patjetër, në përmenda një presin vota dhe nga komuniteti sërb, ram, ashkali. A keni komunikim deri tash? Qysh është disponimi, qasja e tyre ndaj një kandidati shqiptar? A ka të gatshëm që votojnë për juve qoftë edhe publikisht nëse është deklaruar dikush? Po, ka të gatshëm. Ka të gatshëm në komunitetet që do të votojnë për një dhe kjo më jep shpresë dhe motiv edhe besoj që do t'jemi fitues të dielën e dumajt të turet. Pse duhet serbët e Graçanicës t'ju votojnë juve? Sepse, thash më herët, programi ynë është i bazuar në kërkesat e tyre. Pra direkt në kërkesat e tyre dhe ankesat e tyre, shqetësimet e tyre, pa dallim. Dhe s'ka të tilla subjekte të etnisë serbe politike? Nuk di edhe a kanë program ato, përbesë se kanë po programin e tyre. S'kanë program subjekte tjera? Nuk e di nëse kanë program. A janë aktiv në fushat si kur jo, aktualisht? Me sa kanë po jo. Një të bim, kam diqë që kanë pas njëra për partive, po kështu aktiv nuk e besoj që janë sikur një në teren. Tash, kur mobilizohen partit, natyrisht mund të mobilizohen edhe votuesit. A mendoni që edhe me këtë fushat, me aktivitetet deri tash me jeni, duke e rrit interesimin e shqiptarëve të Graçanicës për të votuar, edhe ata që kanë votuar më herët, po sidomos ata që potencialisht do të votojnë për herë të parë në këtë komunë? Unë besoj që do të ketë një mobilizim masiv, pra votuesi shqiptar tashmë ka adresën, është një adresë, është Aleanca Shqiptare, dhe kjo do të na nxjerrë neve si Aleancë Shqiptare me një dallim shumë të madh nga viti 2021, ku ishin partitë shqiptare të ndara, edhe në mandatin pra dhe në 2017, që përmenda më herët, pra ndaj konsideroj që tash jemi shumë mirë, është vetëm një adresë dhe presim që na votojnë masivisht edhe pse jo, si që përmenda ne synojmë të marrim kryetarin e komunës dhe të qeverisim për 4 vite. A ka pas diskriminim ose qasje të padrejt ndaj komunitetit shqiptar prej qeverisjeve lokale të deri tashme? Ju keni qenë aktiv në vazhdimsi edhe cilat janë ato ndoshta pikat ku referoni, kur thoni që plan programi im, prioritetet e mia janë kërkesë direkte e qytetarëve? Unë besoj që ka pasur një diskriminim në vendbanimet shqiptare, kur kam marrë dhënien kryetar kam gjetur një diskriminim të madh, një mos investim të madh në vendbanimet shqiptare dhe të komuniteteve tjera. Dhe normalisht me të marrë pozitën, kam filluar bashkëpunimin me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Ministrinë tjera gjese për investime në komunë të Graçanicës, në vendbanimet kryesisht të komuniteteve, pra deri tash pakic, pra në komuniteteve shqiptare